Sot data 2 janare e vitit 2026 dhe vendi është gdhir sërish me 4 aksidente të reja. Aksidenti i parë me pasojë vdekjen e 2 qytetarëve nga qyteti i Pukës, pra 2 bashkëshortëve, ka ndodhur në aksin rrugor Lezhë-Shkodër, ndërsa aksidenti tjetër ka ndodhur në rrugën e Kombit, ku është përmbysur një autobus, por pa viktima. Aksidenti i tretë ka ndodhur në Savër të bashkisë Lushnja, ku janë përfshirë në aksident 2 automjete të tipit Benz, po pa dëmtime në jetë njerëzish, dhe aksidenti i katërt ka ndodhur në Unazën pranë Ish Astirit, por pa pasoja njerëzore, vetëm me dëme materiale. Është një situatë mjaft e dhimbshme për gjithë qytetarët, për familjarët e viktimave, dhe i urojmë, i ngushëllojmë dhe i themi që të bëhen sa më të fortë nga kjo tragjedi që ka kapur familjen e tyre, po mbar shqiptarëve. I bëj thirrje gjithë drejtuesve të automjeteve që të kenë kujdes lidhur me drejtimin e automjetit, të jenë në gjendje normale, pra mos pinë pije alkolike. Nëse ata konsumojnë pije alkolike, mirë është që ta lënë automjetin, mos udhtojnë me automjetin e tyre, dhe nëse kanë urgjencë, ata duhet të udhtojnë me dikë i cili nuk ka konsumuar pije alkolike, sepse kjo bën të mundur që të ruajnë së pari shëndetin e tyre, por edhe shëndetin e qytetarëve të cilët ata udhtojnë, kanë në makinë, por qytetarët e tjerë të cilët shkëmbehen në rrugët ku ata do të ecin me makinën e tyre. Ngushëllim e familjes dhe apeloj qytetarët që të kenë kujdes në drejtimin e mjeteve të tyre, të makinave të tyre. Nga unë, Alban Duraj, ju uroj vit sa më të mbar, dhe le të shpresojmë që sot jetë dita e fundit që ka aksidente automobilistike në rrugët e Shqipërisë. Faleminderit.